Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se çmimi i naftës në Shqipëri është më i lartë në Europë dhe në botë kur matet me fuqinë blerëse të qytetarëve. Në një takim me ekspertë të çështjes së karburanteve, Berisha tha se sot shqiptarët po paguajnë deri në 7 herë më shumë nga të ardhurat e tyre ditore për karburant krahasuar me vende si Gjermania apo Zvicra. Nafta është një ndëshkim për qytetarët dhe ekonominë e vendit. Nuk ka asnjë vend tjetër të ketë një ngarkesë të çmendur fiskale mbi litrën e naftës siç ka Shqipëria. 60% të çmimit të naftës përbëhet nga ngarkesa e qeverisë, nga ajo që qeveria u merr qytetarëve për çdo litër. Askush nuk e bën këtë, përveç kësaj qeverie. Ai akuzoi qeverinë Rama për politika të gabuara dhe abuzime. Dy janë faktorët kryesorë të këtij çmimi ndëshkues të litrit të naftës në Shqipëri. Ngarkesa fiskale më e lartë në botë. Nuk ka asnjë vend tjetër që të ketë ngarkesë fiskale më të lartë se Shqipëria. Dhe e dyta, nuk ka një vend tjetër që të ketë një kontrabandë më të madhe se Shqipëria. Por kontrabanda, thash edhe një herë, është e tëra kontrabandë qeveritare. Një hap të gabuar, Berisha i quajti dhe nismën e qeverisë për të ndërhyrë në tregun e naftës përmes një ndërmarrje shtetërore. Ai paralajmëroi se një ndërhyrje e tillë do të përkeqësonte situatën dhe do të rriste rrezikun e abuzimeve.